Sepse unë nuk e besoj fare këtë historinë e Shpiragut, me thënë drejtën, me ai sa kam pyetur, në të gjitha herët kur Edi Rama shkon pret Shirita, unë u them me veten time, prisi se do të ndodhi diçka tani pas këtij Shiritit. Ai shkon pret Shiritin të Quës Këtosh, ajo mbie rruga pas ditën tjetër. Edhe në Shpirak shkoi vjet dhe tha, do shikoni tha se çfarë do ndodhin këtu, nuk zgjati as 2 muaj, as 1 muaj dhe shell. Tha, ne po largohemi ta nga Shqipëria, tha, sepse nuk kemi mundësi ta të nxjerrim naftë. Jo se nuk ka naftë. Jo se s'ka naftë. Jo, s'thash dhe një, nuk ka mundësi ta nxjerrë naftë. Dhe kjo është historia e gjithë kësaj. Por nuk bie dakord me një gjë me Redin. A jemi ne shqiptarë të vetëdijshëm? Të vetëdijshëm për pasurinë. Po zero, u them unë. Tash mos të egzagjerojmë, nëse pasuritë prallore nuk është se kemi në tokë, po me. Po mira, ajo është pasuri kjo që kemi. Shikoj, nuk e kemi neve sensin e gjës që publikja është e të gjithëve. Ke parasysh? Ne nuk dim ta mbrojmë publiken. Ne e konsiderojmë si një hall të atyre banorëve aty që thjesht që dëmtojnë shtëpisë. Pra ne nuk dim ta mbrojmë, ne nuk dim të mbrojmë natyrën, ne nuk dim të mbrojmë lumin, liçenin, naftën, apo as edhe një gjë tjetër. Nuk e kemi në, nuk është në ADN-n të mbrojmë pasurinë publike. Nuk e kemi këtë realisht. Nuk është edukat e këtij populli. Tha për ata që e kanë ndërtuar. Ata që e kanë ndërtuar kanë vdekur sot, me gjithë respekti. Jo, se ka dhe nga ata që jetojnë. Ka plot nga ata që... Tani nuk disa ta bëj radikale gjën, po them domethënë që pjesa më e madhe e tyre janë ndarë nga kjo botë, se i bëhet 35 vjet. Dhe jam e bindur që edhe ju udhimset, kur e shikojnë se si. Po sigurisht, po problemi është domethënë që sot pse nuk udhimset këtyre që janë në drejtim të shtetit, ata të dieshmit dhe këta të sotmin, që një qytet si Ballçi ta falin shtëpinë sot. Në Ballç sot ta falin shtëpinë. Po normal se për shkak të erës aty nuk jetohet. Jo vetëm që nuk jetohet, po është kthyer në një qytet i pajetoshëm ku do të plot fjalë se s'ka as edhe një gjë aty. Me çfarë të jetosh? Për çfarë do shkosh në Ballç sot? Ma trego pak. Pra as edhe një gjë. As një lloj pune, as edhe një lloj gjëje. Pra që të kuptojmë edhe një herë se çfarë rëndësi i japim ne vetes tonë. E kuptoj. Për të thënë dy gjëra nga ana ekonomike se për të ndarë atë pjesën e monopolit me kush çfarë është në vërtet monopol. Në fakt ajo që është monopol në termë ekonomik konsiderohet kjo e bankersit, jo e importuesit, sepse tregu për importuesit është i lirë, mund dalin nesër dikush tjetër mund ta marrë. Se nuk i intereson është gjë tjetër. Po kjo e bankersit për sa kohë që është dhënë me listë posaçe pra me kontratë koncesionare, është monopol. Konsiderohet në termë ekonomik monopol. Për të sqaruar pak pse nafta jonë është kaq e shtrenjtë, ajo nafta fundore, pra litri për makinën, sepse ne kemi zgjedhur një politikë fiskale të tillë që të gjitha taksat bashkë ja vendosin çmimin naftës. Do binte me 42% çmimi nëse në taksa do zgjidhni të merrnim në një formë tjetër. Kjo tregon që ne kemi zgjedhur një mënyrë që ta kemi sa më të lehtë për administratën për të mbledhur taksa, sepse i mbledh ai që ta shet naftën, pra nuk ka ku shkon. Ndërkohë mund të kishim zgjedhur një mënyrë tjetër për të mbledhur aksizën dhe mjedisin e kështu me radhë. Dhe e treta për të përmendur me që po shikojmë këtë te çmimi naftës unë gjithmonë, do të thonë realisht më ka bërë përshtypje thashën ndjes për mungesën e një ai sa di unë. Po më ka bërë gjithmonë përshtypje si ka mundësi që ne rrugët i ndërtojmë me lekët nga buxheti i shtetit, i vendosim dhe ato traun që e paguajmë sërish ato rrugën për mirëmbajtje, paguajmë edhe ato taksën e qarkullimit e çmimit për çdo litër. Domethënë, më duket një absurditet që shumë i madh që ne e pranojmë dhe nuk reagojmë fare, domethënë. Kuvendi miraton çdo vit projekt buxhetin përfshi dhe këto taksa. Jo ju personalisht, po kuvendi. Ne do ta kundërshtojmë, po aq sa kuvendi miraton çdo vit projekt buxhetin bashkë me ligje financiare mbështetëse që kalohet, quhen zakonisht paket fiskale, po janë disa ligje financiare, ndryshime financiare që përfshin dhe këtë që ju po flisni. Sa vende aplikojnë këtë metodën? Mund të ndryshojë shumë gullaj. Sa vende aplikojnë këtë pagesën e trefisht, po? Jo, shumë pak ndoshta. Ne jemi kampion bashkë me ndonjë vend tjetër, Kosova deri diku, Maqedonia më pak se ne, prandaj e ka dhe më lirë, po përgjithsisht jo. Ti referohesh taksës? Taksës gjithmonë. Taksës, po që i paguajmë të rrugët 3 herë? Ndjenin time nuk di të ketë një vend tjetër, pra ne jemi kështu ekspert në shpike. Kemi vetëm një importues të vetëm naftës. Jo, patjetër, po është tjetër gjë kur ke një importues sepse tregu nuk e leverdis tjerëve, dhe është një gjë kur e ke të caktuar që nuk futet dot kusht tjetër. Mund të futesh importues, nuk ka si pengesë. Në parim. Po në praktika ma... Në që se ti e merë naftën, e përdor për një qëllim tjetër, por jo për makinën së dhe, ti aty ke paguar taksën e qarkullimit. Po ti se ke qarkulluar atë, se ti s'ke ecur me atë naftë. Po e thyve me 2, se para janë 2... Në qoftë se ti e merr atë naftën dhe ja hedh një gjeneratori, pra paguan... Ke paguar taksën e qarkullimit.